Një krizë re diplomatike ka shpërthyer mes Spanjës dhe Izraelit, pas komenteve të forta të kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez në parlamentin e vendit të tij. Gjatë një seance parlamentare të mërkurën, Sánchez deklaroi se qeveria spanjolle nuk bën tregti me një shtet që kryen gjenocid, duke ju referuar drejt për drejt Izraeli. Këto deklarata sollën një reagim të menjëhershëm dhe të ashpër nga Izraeli. Ministria e Jashtme izraelite njoftoi se ka thirrur ambasadorin e Spanjës në Tel Aviv për ta qortuar në një takim zyrtar që pritet të mbahet në Ministrinë e Jashtme në Jerusalem. Pas deklaratave të ashpra të kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez, ambasadori spanjoll është thirrur për një takim sqarues, thuhet në një deklaratë të publikuar nga kjo ministri. Cituar nga gazeta El País, Spanja ka mbajtur një qëndrim kritik ndaj ofensivës izraelite në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor që prej fillimit të luftës më 7 tetor 2023. Qeveria socialiste e Pedro Sánchez ka qenë një nga zërat më të zëshëm në Europë në mbështetje të drejtave të palestinezëve dhe ishte ndër vendet e para që njohu zyrtarisht shtetin e Palestinës. Kohët e fundit Spanja anuloi një kontratë për furnizim me municione për policinë e saj nga një kompani izraelite, ndërkohë që është zotuar të ndalojë çdo eksport armësh drejt Izraeli. Komenti i Sanchezit erdhi si përgjigje ndaj deputetit republikan Gabriel Rufián, i cili kritikoi marrëdhëniet e mundshme tregtare me Izraeli. Ne nuk bëjmë tregti me një shtet që kryen gjenocid. Nuk e bëjmë, tha kryeministri spanjoll, duke e përforcuar edhe një herë qëndrimin e tij të prerë. Kriza aktuale vjen në një moment kur marrëdhëniet ndërkombëtare janë veçanërisht të tensionuara për shkak të situatës në lindjen e mesme, ku numri i viktimave civile në Gazë është rritur ndjeshëm. Analistët presin që kjo përplasje të ndikojë në qëndrimet e ardhshme të Bashkimit Evropian ndaj konfliktit dhe ndaj politikës së Izraelit në territoret e pushtuara.